Mirëmbrëma kavaja ime, nuk e kam parë në herë kavajën më të bukur se sonte. Faleminderit shumë. Mirëmbrëma motra dhe vëllezër. Mirëmbrëma miku jon i shtret, profesor doktor Sali Berisha, deputet i përjetshëm i qytetit Kavajës. Faleminderit për prezencën përfaqësuesve të Bashkimit Evropian për të gjithë mbështetjen që i kanë dhënë Partisë Demokratike dhe Shqipërisë këto 35 vite. Faleminderit nga zemra. Sonte këtu në qendër të Kavajës nuk po bëjmë thjesht një miting në fushat. Ne po ndezim një zjarr shprehse që ngros zemrat e miliona shqiptarëve si në kohrat më të lavdishme. Kavaja ka ditur gjithmonë të lexojë drejt pritshmëritë dhe ëndrat e shqiptarëve dhe ka ditur t'i përpi atyre gjithmonë pa kërkuar asgjë në këmbim. Ky shesh i mbushur plot me burra të mençur e të guximshëm, me gra të forta, me vlera të ralla, me të ri plot pasion dhe dashuri për Shqipërinë, duket se është epiqendra e një zgjimi të ri politik dhe këtë mrekulli veç Kavaja mund ta bëjë. Kavaja sonte është një magjepsje. Na keni ngrohur shpirtin dhe na keni dhënë zemrën për të dhënë gjithçka për fitoren e 11 majit. Miq, unë sonte nuk jam kryetari i Bashkisë Kavajës. Unë jam Fisnik Qosja, njëri prej jush, biri i kësaj toke të bekuar nga Zoti. Të bekuar me bukurinë natyrore magjepse, me histori dhe tradita të lavdishme e mbi të gjitha me njerëz të mrekullueshëm që kanë dhënë shumë, që kanë vuajtur shumë e që meritojnë akoma dhe më shumë. Unë jam një iri që e don qytetin e tij, një kavajs që ka vendosur të rrisë fëmijët e tij në këtë qytet dhe që e ka ndarë mendjen që do të jetojë deri në fund të ditëve të tij. Mirë po dashur miq, disa personazhe të Partisë Socialiste, shumica prej tyre dhe komik, na kanë akuzuar se nuk e duam Kavajën. Na akuzuan se jemi kënet. Kush është kënet? Lorenza Hoxha, e diplomuar në Angli me medalje ari, një vajzë e re e talentuar, e rikthyer e dashuruar me Kavajën dhe Shqipërinë. Kush nuk e don Kavajën? Arnold Kariqi, qytetari autokton, profesionist dhe gazetari i arrir, i ri, i suksesshëm, i respektuar nga një Shqipëri e tërë e që vjen në Kavaj çdo ditë se nuk i ndahet shpirti. Kush është kënet? Rudin Ylviu, njeriu i ndershëm, sipërmarrës i suksesshëm, familjar i devotshëm, e respektuar nga gjithë qyteti tërë. Kush është kënet? Eduard Çaça, qytetari shembullor, sipërmarrës i suksesshëm, i larguar nga vendi për shkak spastrimit të këtyre, zë krenar i diasporës shqiptare. Kush nuk e don Kavajën? Elton Roshi, sipërmarrës i respektuar nga të gjithë, derë e hapur dhe menaxher i sprovuar, i njohur në gjithë trevën tonë. Kush nuk e don Kavajën? Këta që i hoqën Kavajës gjithçka, i hoqën institucionet, bregdetin, njerëzit, nderin dhe dinjitetin. Këta që duan ta shtyjnë, ta shpopullojnë dhe të ndoshta t'i marrin, t'i shesin pasuritë që ka fal Zoti Kavajës. Krenohen për turizmin, shumë mirë. Shqipëria është një vend i bekuar nga Zoti me bukurinë natyrore, magjepse, me trashëgimi të pasur kulturore, me tradita, zeje, poçeri dhe sot në epokën e komunikimit këto janë një pasuri ofertës tonë turistike. Por çfarë ka bërë qeveria shqiptare për turizmin? Për infrastrukturën kryesore dhe dytësore, infrastrukturën turistike, për rritjen e kapaciteteve, për shërbimet, për udhat e biçikletave, për harta turistike e tjerë. Ju a them unë, asgjë, zero ka bërë për turizmin. Rrugët dhe infrastruktura dytësore, si mjet, asnjë mbrojtje dhe shërbim për konsumatorin, mungesë hartash, mungesë hapësirash, mungesë sinjalistike, fjalë dhe vetëm fjalë. Investime për artikuj i revistash ndërkombëtare që nuk i lexon asnjëri. Mirë po dashur miq, kur komedia përsëritet apo rrezikohen të kthehen në tragjedi. Ka shumë për të thënë për këtë qeveri, por i lexoj disa statistika zyrtare. 47.000 regjistrime në klasën e parë kishte Shqipëria në vitin 2006. 26.000 këtë vit, thuajse gjysmë më pak. Prej 10 vitesh Shqipëria ka çdo vit mesatarisht 2.000 maturant më pak. Këta vit kishte 3.000 më pak. Konkretisht në vitin 2006 kishte thuajse 57.000 maturant, këtë vit vetëm 28.000. Një turp i vërtet, një skandal për qeverinë. 41.000 lindje kishte Shqipëria në vitin 2006. Në vitin 2024 ka 22.000. Niveli më i ulët në histori, më i ulët edhe në luftën e dytë botërore.
Vetëm Italia, fëmijët e lindur nga një prind shqiptar në vitin 2024 ishin 13.000, sa për të bërë një krahasim. Kavaja në 10 vitet e fundit ka mbyllur 8 shkolla, ka humbur gati gjysmën e nxënësve. Thuajse 4.500 më pak. Ka shkolla me 1 nxënës, apo me 7 nxënës gjithsej. Një tragjedi. Me një fjalë, të tjera, kjo quhet ikje, plakje dhe vdekje. Shpopullimi është një dram para syve të gjithëve dhe do duhet i ul kokën çdo politikani, çdo njeriu me minimumin e përgjegjësisë. Për këto as nuk skuqen e as nuk zverdhen, e kanë humbur komplet llogarinë me realitetin. Këta nuk e duan Shqipërinë, nuk ullim se Shqipëria, se Kavaja jo. Ndaj thirrja ime e parë për sonte është kjo: vota për Partinë Socialiste sot është vot kundra Shqipërisë. Motra dhe vëllezër, nga ana tjetër jemi ne, Partia Demokratike e Shqipërisë. Nuk kemi në dorë të bëjmë rregulli, por jemi të bindur se Shqipëria ka nevojë për një fillim të ri dhe ne jemi të gjithë në këmbë për këtë. Dyfishim i pagave, dyfishim i pensioneve, sigurimi i strehimit për çdo familje, mbështetja e plot dhe afatgjate e lindshmërive janë vetë disa nga angazhimet tona që do t'i bëjmë realitet. Por ne besojmë se me kryesorja është që duhet i hapim një kapitull të ri në marrëdhënieve me qytetarët, me realitetin e tyre, me hallet dhe problemet e tyre. Të bëjmë Shqipërinë dhe njëherë një shtëpi të madhe të shqiptarëve është sfida jonë dhe e vetëm Partia Demokratike ka fuqinë për ta bërë këtë ndryshim. Miq, Partia Demokratike nuk është thjesht një forcë politike, është institucioni i shpresës dhe ndryshimit. Është partia që ka lindur nga zemra e njerëzve të lirë dhe që ka luftuar gjithmonë për demokracinë, për të drejtën, për të mirën e për të ardhmen europiane të Shqipërisë. Kavaja ka qenë gjithmonë bastion i këtyre vlerave, një qytet me shpirtin demokratik që ka ditur të zgjedhë gjithmonë drejt, që ka ditur të qëndrojë me kokën lart edhe në ditët më të vështira, e kështu do të mbaj kokën lart edhe me 11 maj. Në fund, kam një mesazh për të gjithë mbështetësit dhe popullin e madh opozitar në të gjithë Shqipërinë. Kjo nuk është vetëm fushata e Partisë Demokratike. Kjo është fushata e gjithë atyre që e duan ndryshimin. Kush e do ndryshimin, kush e do Partinë Demokratike, duhet mbush kutitë e votimit plot me vota për numrin 1. Kutitë e Kavajës do të jenë shumë të rënda dhe të mbushura deri në gryk me vota për numrin 1. Ky është një premtim që e japim sonte përpara jush, të nderuar qytetarë. Motra dhe vëllezër, le ta duam më shumë njëri tjetrin këto ditë. Të shërbejmë më mirë Shqipërisë duke marshuar pa dallime për ndryshimin që i gjithë presi, për fitoren tonë. Me zemra plot, besim dhe me shpirtin e Kavajës në krahëror ju them, bashkohuni me ne këto ditë që na kanë mbetur deri me 11 maj. Le të trokasim çdo derë, pasi ne kemi armën e vetme, nuk mund të poshtet. Morali për të qeverisur Shqipërinë nesër. Le të japim Shqipërisë një shembull se si të ngrihet dinjiteti e si të lind shpresa. Fitore për Kavajën, fitore për qytetarët, fitore për Partinë Demokratike. Rrov profesor Dr. Sali Berisha, rrov Kavaja, rrov Shqipëria. Fitore!